Arbiona Bajraktari tashmë edhe pse nga Kosova është bërë një shkodrane mirëfillt, vazhdon titull pas titullit me Vllaznin. Po, është viti i 9 që unë jam kampione me Vllaznin. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë tash 9 vite që vazhdoj me qenë pjesë e Vllaznisë. Arbiona, vini pas një periudhë të gjatë dhe shumë vujtjesh, dhe ky titull i sotëm besoj është një far çlirimi për ju. Po, është shumë e vërtetë, ka 4 vite tash që unë kam pas shumë probleme me dëmtimet, një pasnjëshme. Tash jam të kap formën më të mirë. Poli besoj është një motiv shumë i madh për mua dhe me mbështetjen e familjes, me mbështetjen e ekipit tim, unë po arrij formën tim. Vllaznin po provojnë ta ndalin kundërshtarët, por ajo vazhdon të fitojë. Titullin e 12 sot, do të vazhdojnë këto suksese. Normalisht pretendimi i tyre është thjesht i marrë diçka Vllaznisë, por titujt veç radhiten edhe të tjerët le të vazhdojnë të merren me punën e tyre dhe mos mundohen të marrin asgjë nga Vllaznia nëse nuk e meritojnë. Arbiona thatë 9 titull me Vllaznin, cilin do të veçonin si më të bukurin, më të spikatorin e këto 9 titull? 9 titull kanë rëndësinë e vet, ndoshta ky titull është pak më i veçantë për mua që vi mas një dëmtimi edhe kam luajt pothuajse shumicën e kampionatit edhe është pak më e rëndësishëm për mua. Familja vazhdimisht ju ndjek në ndeshje, kishte përfaqësues familja? Po, babi im është ai i cili mbështet ton kohën, ishte sot edhe ndeshjen që patëm këtu dhe falenderoj shumë edhe ky gol sot është vetëm për ata. Edhe i dedikoj çdo sukses tim i familjes tim për mbështetjen që më kanë bërë. Urime. Faleminderit.